Prokuroria speciale, siç mëson Alsat, është e gatshme që pas rastit Sopoti të kërkojë edhe rastin Monsra, por ende nuk ka artikuluar kërkesën e saj, pasi sipas tyre ekziston pengesa lidhur me ligjin për dëshmitarët e mbrojtur. Pakat ligj, i cili në fund të përbërjes parlamentare urrëzuar si kërkesë, me që nuk mori mbështetjen e plotë të deputetëve, Prokuroria speciale i ka duart e lidhura për procedimin e Landës. Kalimin e rastit Monsra në duart e Prokurorisë speciale e kërkon edhe pala mbrojtëse e 6 të dënuarve me burgim të përjetshëm, ndërsa akuzon Prokurorinë Publike, Këshillin e Prokurorëve, por edhe Kuvendin për obstruksione të shumta në punën e Prokurorisë speciale. Të obstruksione që bëhen vazhdimisht prej Këshillit, si thash, të prokurorëve, shumë e pengojnë punën e kësaj prokurorie që punojnë në kushte normale. Po jo vetëm Këshilli i prokurorëve, po është e qartë që edhe vetë prokuroria e rregull, i ban prej fillim pengesë prokurorie speciale, po edhe mendoj që do t'i kalojë këto obstruksione, dhe që edhe ligji që e propozoj, që me të vërtet jam i dëshpëruar se si këtë ligj nuk e përkran Partia Shqiptare, pasi punohet me të vërtet për rast montuare kur janë në 3 raste të involvuar vetëm shqiptar. Familjarët e të dënuarve presin që sa më parë kjo lëndë të kalojë në duart e speciales, duke theksuar se të afërmit e tyre padrejtësisht mbahen në burg. Ne presim dhe apelojmë që ta merr Prokuroria speciale, këtë e kemi bërë disa herë, por më me ngulm. Unë e shoh Prokurorinë speciale si të pamundur, gjë e cila kur propozoi ligj për të pas argumente dhe për të ftu dëshmitar për të sqaruar rastin e Monsrës, deputetët tonë nuk e votuan ligjin, ne disa herë kemi apelu, por kjo nuk po ndodh, nuk e di se çka mund të bëjmë. Apeli jonë është që ta merr sa më parë, sa më mirë. 6 personat e dënuar për rastin Monsra janë arrestuar më 1 maj të vitit 2012. Ata u fajsuan nga gjykata për vrasjen e 5 të rinjeve maqedonas më 12 prill pranë liçenit të Smilkovës, akt ky që u shoqërua me incidente dhe protesta të shumta.